Shokohen udhëtarët. 53 vjeçari shqiptar futet me armë në aeroplan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës momenti kur arrestohet. Kamerat e vendosura në uniformat e policisë amerikane kanë kapur momentin kur policia e Chicagos arreston një pasagjer të armatosur me një armë të mbushur me një aeroplan në aeroportin ndërkombëtar O'Hare. I arrestuari është një shqiptar identifikuar si Besnik Ismailaj, 53 vjeç. Shqiptari kaloi kontrollin e sigurisë me armë gjatë një ndërrimi turni në një pikë kontrolli sigurie të TSA muajin e kaluar dhe hipi në fluturimin e tij me një pistolet gjysmëautomatike Glock 9 mm në çantën e tij. Video e publikuar tregon Ismailajn të ulur në klasin e parë ku autoritetet futen brenda dhe shoqërojnë atë duke e larguar nga aeroplani. Kur policët e pyetën nëse e dinte pse ishin atij, ai u tha: "Po, është në çantën time, e harrova", I tha ai një polici pasi zbret nga aeroplani dhe i vjen prangat. Ai duket I qetë dhe bashkëpunues, ndërsa policët kontrollojnë çantën e tij dhe gjejnë pistoletën. Ismaila e kaloi pistoletën përmes pikës së kontrollit të sigurisë 2 në terminalin 1 të O'Hare gjatë një ndërrimi turni të TSA-s në 15 prill. Një agent I TSA-s pranoi se pa armën në makinë me RZX, por Ismaila I futi dorën brenda, mori çantën e tij dhe u nis për në fluturimin e tij përpara se ata ta konfiskonin.